Hadi. Pra mirë serë në qendrën kërkëtuese në Lonicë, unë jam drejtori I qendrës kërkëtuese, Avni Miftari, edhe në qendrën tonë kërkëtuese se në çdo institucion tjetër bëhet organizimi I zgjedhjeve, ku ne kemi bërë gjitha përgatitjet që ky proces të shkojë sa më qelë dhe sa më mbarë. Në qendrën tonë kërkëtuese së Lonicë I kemi 77 burgosur, 7 ne I kemi me drejt vote. Procesi deri më tani është të shkuar qetë, deri më tani kemi informacion se kanë votuar gjithsej 17 burgosur dhe presim tutje numri sa të shkojë I burgosurve, të cilët kanë drejt vote.